Jemi rikthyer. Ja ku jemi. Në studio në këtë moment do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme me një instruktore palestre që në fakt vetëm ka një lloj xhelozie për pjesën tjetër që se kanë të mundur ta bëjnë, po kanë gjithë aksesin e duhur. Është më tepër kur shikon ti që një vajzë gjithë jetën e saj investohet në palestër, më pas dedikohet dhe gjatë periudhës së shtatzanisë. Shtatzania nuk është sëmundje, është përjetim, është emocion në vete dhe ka një lloj force të shtuar dhe pastaj çdo etap tjetër pas shtatzanisë lidhet e gjitha me palestrën. Mirëmëngjes Vlora Saliu, shumë kënaqësi të të kemi në emision. Mirëmëngjes Vlora. Kënaqësia gjithashtu është e ime. Faleminderit shumë. Dhe ti nuk e lë palestrën as një sekond në jetën tënde, themi kështu. As një sekond. Çdo herë është pjesë e ime. Është shoqëruesja jote e përditshme edhe për një jetë, sa vite ke ti që merresh me palestër, me stërvitje? Që nga fëmijëria e hershme, mirë me aktivitete sportive, me palestër, me sporte të ndryshme, mirë po tani gjatë studimeve jemi fokusuar më shumë tek palestra me fitness, tek crossfit. Dhe në fakt prandaj e ceka edhe më herët pra, edhe gjatë periudhës së shtatzanisë ti nuk u stopove nga palestra, vazhdove të bëhe palestër non stop. Jo, normalisht gjendja ime ka qenë stabile gjatë shtatzanisë dhe kam pas drejt me vazhdu me aktivitet dhe nuk jam dalë asnjëherë. Vetëm duhet që ta rregullojmë pak zërin e Vlorës në mënyrë që të mos humbasim asnjë nga fjalët që Vlora po thotë, që ta kemi komunikimin akoma edhe më të mirë. Dhe kur bëhet fjalë për palestrën e themi gjithmonë dhe me instruktorë të ndryshëm edhe me këshillues, por edhe me mjek, që kujt i lejohet nga vajzave që janë shtatzan, kujt i lejohet që të vazhdojnë palestrën e ta vazhdojnë. Por ndërkohë ti je instruktore vetë, ti e di e njeh trupin tënd më së miri. Po. Normalisht kur një vajzë është aktive me aktivitet sportiv, nuk është e domosdoshme që të ndaluan aktivitetet sportive edhe nëse ngelesh shtatzën, domethënë, edhe normalisht me rekomandim të mjekut. Në momentin që më paraqitet ndonjë vajzë për a mund të vazhdojë ushtrimet fizike, normalisht pyetja e para që i rekomandohem duhet ta pyesësh doktoreshën se a je në rregull gjithçka deri më tani, nëse doktoresha jep leje që je mirë dhe unë vazhdoj me pjesën tjetër të stërvitjes. Në 9 vazhdove deri në ditën e fundit? Unë me vetën time bëj prova pak më shumë se sa me klientët. Pa nuk kishe frikë ti vetë o Vlora se tani të vazhdosh deri ditën e fundit shtatzanisë stërvitjen, pavarësisht se ti e përgatitur edhe ke pasur edhe udhëzimin e mjekut, po gjithsesi një lloj frike është. Jo, s'kam pas frikë se çdo njeri e njeh veten e vet dhe ishte limitet se deri ku mund të shkojnë. Dhe si më trego pak, domethënë deri ditën e fundit ti ke qenë në palestër duke ushtruar. Pas sa orësh ndodhi që duhet të lindje? Domethënë ora stërvitja ka qenë në mbrëmje, edhe pastaj aty kanë fillu kontraksionet edhe kam kontaktu me doktoreshën, më tha që ndoshta është pak herët për lindje, mirë po vetëm e ja ta bëjmë një rutinë. Kontroll rutinë. Filluar në stërvitje? Po, në stërvitje. Wow. Dhe me njëherë pastaj shkove në spital? Shkova në spital edhe tha që ka fillu procesi i lindjes. E prisje? Jo. Ka qenë gjithçka momentale. Se mbase në stërvitje e sipër e kishe harruar dhe faktin që ishe shtatzën rrezik. Po se normalisht. Jo, normalisht që kanë qenë javët që është kompletuar dhe çdo ditë mund të ndodhte ky proces, mirë po jo atë ditë, domethënë. Edhe procesi i lindjes ka zgjatur 2 orë dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Ka qenë shumë i lehtë, domethënë, si proces. Ndërkohë, nga eksperienca dhe nga ato biseda që ke bërë me mjek, të thonë që ka qenë ndihmës shumë e madhe dhe palestra për të qenë një lindje sa më optimale dhe lehtë? Po, shumë më lehtë. Normalisht se ki forcë, ki kondicion, mundesh me i përballu të gjitha ngarkesat që vijnë pasi që lindja si proces nuk njihet si diçka e lehtë, është diçka shumë e vështirë, mirë po ka shkuar gjithçka në rregull.
Fantastike, më së miri. Dhe ndërkohë më thuaj pak sa kilogram more ti gjatë shtatzanisë, edhe si një atlete le themi. Jo mundu mësë me shtu shumë kilogram, mirë për totali ka qenë 7 kilogram. Sa? 7? 7 kilogram. Wow! 7 kilogram, po si ka mundësi? Se kjo... Me quajta për krenari që mora 17. Pas ka 7. Wow. 7 Po tani- kilogram, sa pak. Ndërkohë bebushi, sa kilogram lindi bebushi? Ka qenë 2,900 gram. Okej. Plus plastika ujra që kryonin e bebës, ato dhe më thonë. Pastaj pas një dite, me njerë kemi rënë peshën time që kam qenë më herët. Dhe sa kilogram hoqë ato 7 dhe pastaj edhe të tjera, apo? Po, normalisht, me njëherë ka kalu në deficit të peshës, që kam qenë më herët, pasi që nuk kam qenë, jam 62 kg normalisht në jetën normale dhe jemi rikry do me thonë me njerë pas 2 vite ose 3 në atë peshën që kam qenë më herët. Ja, ka lindur i palestruar, se kjo është e padiskutueshme, sepse ndikon edhe tek, po. Cilat ishin të mirat që kishte bebi në këtë rast? Të paktën me çfarë kanë thënë mjekët? Çfarë janë të mirat që bebi ka pësuar dhe ka pasur vetëm fal faktit që ti je stërvitur dhe je ushtruar në kohën e shtatzanisë? Kur ne stërvitemi edhe beba, është bëhet një fryt shumë i shëndetshëm, dhe më thonë, ka muskujt e fort, ka eshtra më të fort, zemra është më shëndosh, gjithë embrioni i bebës, dhe më thonë, është krejt ndryshe sa me një jetë pasive dhe të shërregullt. Patjetër, ndërkohë kur u riktheve Vlora në palestër? Unë jam rikthy pas 2 javëve në palestër. Nuk e pritur atë 40 ditësin që thuhet, duhet presësh 40 ditë për të. 40 ditë që po mirë, po unë kam filluar dhe me thonë si për letë, vetëm për disa kontraksione të muskujve të buarkut, ashtu me disa ushtrime shumë të lehta, edhe pastaj pas një muaji kam startuar rutinën time të rregull. E qartë, ndërkohë ke pasur kliente të tjera të cilat mund të kenë qenë shtatzën ose le të themi në prag të fillimit të një shtatzënie të dëshiruar dhe të kenë thënë që kemi frikë dhe do ta lëm palestrën? Po kemi shumë nga ato, kanë frikë. Sidomos vajzat që kanë pasur ndonjë abort ose ndonjë dështim në shtatzani ose kanë vështirësi për të ngelur shtatzën, e kanë atë frikën që nuk pranojnë të vazhdojnë tutje, sado që mundojnë t'ja shpjegoj që nëse ti je mirë, beba është mirë, gjithçka është në rregull, je ushtruese aktive, mundesh me vazhdu, mirë po te këtu persona që kanë disa pengesa gjatë shtatzanisë, mundohemi që ushtrimet të jenë me intensitet pak më të ulët, esenca është vetëm të jenë aktive me aktivitet sportiv. Perfekt. Dhe pa diskutim Vlora që je shembull. Je shembull për të ndjekur, je shembull për mënyrën se si ti ke menaxhuar të gjithë situatën dhe pasionin tënd për palestrën. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit. Të përshëndesim, ditë mbar për ty. Çdo të mirë. Ditë mbar. Faleminderit shumë.